Hajde. Unë e kam Agim Miftari. Agim, për sa kohë është e ushtoni këtë zanat? 60 vjetë. 60 vjetë në punuar vetëm këtu? Vetëm këtu, kam mirë që 15 vjeç, tani jam 75, 76 vjeç. Si e ke nisur? E ke pas të trashëguar, ke pas familjar që punonin apo e ke pasur pasion? Jo, se kisha trashëguar. Atëre kërkoja ku të puteshe në punë. Unë gjeta një vend punë, për më thanë do vish ndihmës Kovaç. U puta, isha 15 vjeç, shtëpia ishte në nevojë, duhet punonim, si ajo ko atëre. Edhe nuk luajta më. E kisha qef zanatin e mora. Po se kam trashëgim, se kam pas Kovaç plak. Tani e ushtron si profesion dhe pasion njëkohësisht. Kam vajta ushtar, erdha në Austria prap të vendi punës. Çfarë moshe keni? Tani? Tani jam 75, një për 76, datrinja 29. Edhe vazhdon akoma këtë, dhe pse është një profesion që do pak forcë fizike? Do pak forcë, po unë deri tani jam mirë. Nuk kam në një lloj sëmundje që të kem. Nuk vuaj, nuk i një ilaçe, deri në këtë moshë. Asnjë lloj ilaçe. Si është të punosh Kovaç? Sa e vështirë është? Po duhet ta kesh një, ta kesh vetë, ta kesh qef, që ta marrë zanatin. Se ka bërë vaki, kanë ardhur varegjim, punojnë me vitra dhe zanatin se marrin dot. Duhet ta kesh qef. Duhet ta dashurosh një si Ta dashurosh zanatin, ose pate kot. Ri varegji, bje gjithë jetën varesaj, po zanat s'merr fare, nuk ja pret. A ka të rinë tani që vinë e kërkojnë këtë punë si Jo, nuk kam. Ja unë punoj me djalin e vajzës. Ky djali ishte i vajzës. E do iki unë do rije ai. Ja ke trashëguar deri Po ka marrë. 50-60% i ka marrë. Le të themi që është një nga profesionet që tashmë nuk është se ka dhe shumë. Për mos thëmë këtu në Vlorë nuk është asnjë tjetër Kovaç. Tu në Vlorë ka Kovaç, po janë Kovaç që bëjnë porta e kanjëlla. Kovaç bujësor, si që jam unë, të bëj çdo lloj gjëje nuk ka. Jeni vetë me ju? Unë vetëm unë kam ngelur, s'ka të tjerë. A ka kërkesë, domethënë është mjaftueshëm? Po jetojmë. Ky zanat nuk do bën me kapital. Puna me ekran nuk do bën me kapital. Po, jemi ushqyer, kemi mbajt familje me bukë. Se ky zanat është për të ushqyer. Se është punë me krah, punë me forcë. Do punosh gjysmë ore ose 3 çerekore të marrësh 5.000 lekë. Plus korrende këto që i pagun, se hiqen ato çdo ditë. Na puna që bëjmë. Zure 5 lekë, 2 lekë do heqësh korrendin e qymirin, 3 lekë do hash. Gjatë gjithë këtyre viteve që punon si Kovaç, një episod që të ka mërzitur, që të ke thënë që do ta lënë, do vazhdoj? Jo, nuk ka bërë vaki kur. Deri tani unë edhe me klientët jam në rregull, më mirë i them një ditë më mbrapa, që kur të vija i ta gjej gati, se sa të vi në kohën që unë e punoj. Nuk ka mërzitur asnjëherë? Asnjëherë, kam pasur, gjithmonë kam punor. Sa 10 vi në punë, unë vi që në 5:30 në dyqana, punoj deri në orën 2, që e fshatë arsia, pastaj ikët, s'kam. Unë me fshatë arsinë e kam. Po një episod që domethënë të ka ngel në mendje që je kënaqur, je ndier i vlerësuar. Po kur bëjmë puna për shembull, ja erdhi njëri për shembull donte 2 pjesra, 2 vegla makinerie, i kishte për makinerinë Gjermania. Edhe tha mua vajta në gjitha Kovaçan, tha nuk ma bën njeri, tha. Po më thanë tha i që do veshte tregut se është një Kovaç i vjetër. Edhe kish ngel pa puna i vendi i punës tia, fabrika çare kish. Erdhi te mua i pashun, i bën dot i bëj thash. Jam mbarova. Hajtë nesmen i thash, unë erdhi të nesmen, a i pa i vura dhe të tin unë të thyërën, edhe atë që i bëra unë të re. Ja, kur i pa i nuk e daloj, as atë nga kjo. Ngeli i knaq.
e vuri në punë, më tha mua, falender, erdhim pruj dhe në shishe birë, peshqesh. Ke Po pse e kështu? Mire. Ka shumë qytetarë që vinë dhe të respektojnë, ka një respekt për ty. Unë me të gjithë qatarët, Punës tuaj. me të gjithë, unë me fshatin kam grëmbuk. Edhe me ata e kam kaluar gjithë jetën, edhe me ata kam jetuar. Të gjithë kanë respekt, kam qenë i rregull, korrekt, qofse e vegla, se puna pëson dhe në indifekt, në njerë vegla. Qofse ashtu i ka ndot në indifekt, e ka marrë për herë dytja, ka bërë pa lek. Që ti jemi i rregull, se e pagoj një. Një respekt të gjithë, Te këtë tërë, unë përveç punës mjeshtërore që ju bëni. me të tërë unë kam kaluar si shoke, si vëlla, nuk kam në një me asnjë njeri. Nuk i lësh tek vetes që të krijoj pak kënaqësi te klienti, se të ikën klienti ashtu. Po usove keq të ikën, këtu në radhë parë duhet edukata, kur jenë shërbim popullit, me popullin duhet në radhë për edukata, pastaj zanati, të dish të sillesh me klienti. Jo me nerva e me ashtu të ikën, ai thot ikur, mos papsha me sy, se dua dhe punën nga ty, fal. Po brezi i ri sot, si e shikon? Ka ndonjë Nuk ka fare. diferencë? Me që kam parë unë, nuk ka. Ja dhe këtë nipin, djelën e vajzës që e mbajën se s'ka ku të vej. Jash nuk ikën. E s'ka kush e mbanë dhe andra. E ka me pasion për punë? Po e ka qejf, e ka. E ka, po si ke unë pa mësuar ai zanati. Do marr ai zanatin, Do do që ta trashëgosh. ta marr ai, dyqanin e kemi tonin, të punoj ai këtu. Se unë s'kam, unë dy vajza ka. Shumë faleminderit, të jesh mirë. Që edhe unë, faleminderit tyja, edhe shëndet e jetë gjatë të kesh e punë të mbarë.